Ne do të vazhdojmë me një fjalë po ashtu përshëndetse. Kemi në radhë imamin e xhamisë Salmsa, doktor Mexhet Osmanin, i cili sonte në emër të imamëve të Zvicrës do të na përshëndes me dy fjalë. I nderuar imam Nikoqiri i xhamisë së Vilit, Magistër Beken Efendi Alimi, të nderuar antar të kryesisë dhe ju antar aktiv të xhamisë, të nderuar përfaqësues të sferës politike, diplomatike, të sigurisë dhe të shoqërisë civile, të respektuar përfaqësues nga vetëmendja, nga Zvicra dhe nga diaspora në tërësi, të dashur xhallar dhe kryesi të xhamive nga Zvicra më gjerë, të respektuar përfaqësues të mediumeve televizive dhe të shkruara, e nderuara mysafire zonja Duma, dhe i nderuar mysafir zotëri Lushtaku, vëllezër dhe motra të pranishëm, zonja dhe zotëri. Ju përshëndes me zemër dhe respektin më të veçantë, paqja dhe mëshira e Allahut të qoftë mbi të gjithë ju. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar, shfrytëzoj rastin që në fillim ta luj Zotin e plotfuqishëm që ky takim të jetë i mbarë dhe me bereqet. Gjithashtu e luj lartmadhrinë e Zotit që të lëshoj mëshirën në këto momente të veçanta, pikërisht me rastin e përkujtimit dhe gëzimit ton mbi festën elementare të kombit ton, festën e flamurit. Të dashur të pranishëm, ndjej kënaqësinë më të madhe që t'u përcjell falënderimet dhe përshëndetjet më të ngrohta në emër të kryesisë dhe të kryetarit të Komitetit Musliman Shqiptar në Zvicër, gjithë anëtarëve të xhamisë, përfshirë imam dhe kryesi, si dhe atyre të xhamisë shqiptare, të asaj xhamisë shqiptare në Samsa që e përfaqësoj. Urime na qoftë festa e madhe e flamurit. Të nderuar të pranishëm, çdo njeri që lind veten e gjen pjesë të një kombësie, siç i gjen gjithashtu edhe ata që e rrethojnë pjesë të një përkatësie fetare. Kombi tregon për lidhjet e gjakut mes njerëzve, të cilët më pas bën shkak dallimi nga të tjerët në gjuhë, zakone, territore e tjerë. Kurse feja tregon lidhjen e njerëzve me Zotin e tyre, pra mënyrën e nënshtrimit të tyre para Zotit. Zoti plotfuqishëm, një citat në Kur'an na thot: "O njerëz, ne u kemi krijuar juve prej një mashkulli dhe një femre, dhe pastaj u kemi ndarë në popull fise, që të njiheni mes vete. Më i shtrenjti prej jush tek Zoti është ai më i devotshmi. Zoti është shumë i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë." Andaj duke u nisë nga ky citat i latit i Zotit dhe nga ky manifestim që jeni dëshmitar të gjallë, shohim faktin se në xhamitë shqiptare në Zvicër sa u japim rëndësi organizimeve fetare, e aq më shumë u japim rëndësi edhe atyre kombëtare. Feja dhe kombi, neve muslimanëve këtu në Zvicër, gjithmonë na ka bashkuar. Asnjëherë nuk ka qenë pjesë e shkak i ndarjes, përveç atyre që kanë qëllime të errta. Vlerat kombëtare në Zvicër i kemi pjesë përbërëse të xhamive tona, si angazhimin me xhamit me fëmijët në xhami në gjuhën shqipe, angazhimin me rinin në çdo sferë të jetës tonë fetare. Por a mjafton kaq? Gjithsesi se jo. Duhet të angazhohemi me mish e me shpirt në sferën e arsimimit, shkencës, integrimit dhe mbi të gjithash në sferën e edukasës, të ndërtuar mbi vlerat fetare dhe kombëtare. Duke mos u zgjatur më shumë, shfrytëzoj rastin ta përshëndes imamin shembullor dhe të palodhshëm që e kemi në mesin ton, Bekim Efendi Alimin, dhe përfaqësuesit e tij për këtë organizim madhështor. Më lejoni që ta mbylli fjalimin me një poezi të hoxhës të madh i quajtur
Baba Meliqi, i cili dashurin ndaj gjuhës shqipe e shpreh kështu. Këtë gjuhë të bekuar, kush ja dha kështu Shqipërisë? Kjo është lule e uruar, që ndisur prej Perëndis. Kur s'knaqet Perëndia, gjuhën shqipe ta humbas, e mban madhria e tij armiku e të përcas. Faleminderit. E falenderojmë hoxhën doktor Mexhet Osmanin. Faleminderit për fjalën. Në vazhdim, kisha dashur pak të prezantojmë nxënësit e qytetit tonë apo rrethinës tonë. Në radhë është një poezi kushtuar 28 nëntorit, një poezi që është shkruar diku viteve 80-90 nga një ish i burgosur politik